Për herë të parë në historinë e Kosovës po ndodh që qeveria qendrore të bllokojë të hyrat vetanake të kryeqytetit. Shërbime jetike të kryeqytetit që përdoren për ushqim në shkolla, për transport publik, për shëndetësi, ndihmë sociale, të cilat janë në prag të ndërprerjes nesër. Bëhet fjalë për funksione elementare të qytetit tonë, për mirëqenien e fëmijëve tonë, për mirëqenien e të moshuarve dhe familjeve tonë. Prej mbi një vit në mënyrë të vazhdueshme dhe plotësisht në përputhje me procedurat ligjore kemi kërku alokimin e buxhetit që i takon kryeqytetit. Asnjë kërkesë nuk është trajtuar. Buxheti i Prishtinës është blloku për çështje krejtësisht politike. 35 milion euro, prej të cilave 25 milion euro janë të hyra vetanake dhe 10 milion të grantit qeveritar janë bllokuar nga Ministria e Financave për në kundërshtim me ligjin dhe me kushtetutin. E për këtë arsye, ju kam lajmëruar edhe më parë, që ne kemi dorëzu kallëzim penal ndaj ministrit në detyrë Rekuran Muratit dhe ndaj zyrtarëve përgjegjës të Ministrisë së Financave për shkelje të qarta të ligjit. Jemi drejtuar edhe kryeministrit në detyrë, presidentes dhe kemi kërkuar shqyrtim urgjent edhe nga gjykata kushtetuese.